Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të podcastit Shnet me Eridën. Unë jam Rasterida Çepele, farmaciste. Në shumë episode kemi folur për shëndetin fizik, shëndetin mendor, atë emocional dhe psikologjik. Sot ndërhyrjet estetike janë bërë trend, por realisht a janë vetëm trend apo ndikojnë ato në shëndetin emocional dhe psikologjik, sa sigurinë japin në vetvete. Unë sot kam kënaqësinë që të kem të ftuar në këtë episod një mysafire e cila përveç të rregullon buzëqeshjet dhe fytyrën e të tjerëve, pikë së pari të bën për vetëm me buzëqeshjen e saj. Doktoresh Ledi, arkitektja e estetikës dhe e buzëqeshjes, ka ardhur sot në Shnet me Eridën për të na treguar më shumë rreth buzëqeshjes, estetikës, fytyrës dhe shëndetit emocional. Doktoresha, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Se të kanë quajtur arkitektja e estetikës së fytyrës dhe e buzëqeshjes? Si nisi ky rrugtim dhe na trego pak më shumë kush është doktoresh Ledi? Faleminderit për ftesën. Unë jam doktoresh Ngeleda Sfaju. Jam diplomuar në vitin 2000 në Universitetin e Stomatologjisë në Bukuresht, Rumani. Prej 25 vitesh ushtroj profesionin tim si mjeke stomatologe. Përveç kësaj jam specializuar në kirurgji maksilofaciale, estetik dentare dhe estetik faciale. Emri arkitektja e buzëqeshjes, estetikës së buzëqeshjes dhe estetikës faciale më ka ardhur dhe kam një emër shumë të mirë dhe falenderoj gjithë pacientët e mi që më kanë dhënë mundësinë që të tregoj pasionin tim për të bukurën. Më ka ardhur prej fillimeve kur unë kam bërë disa shndrime fantastike të buzëqeshjes vetëm brenda disa orëve pa i gryer dhëmbët me faceta kompoziti. Impakti i madh i ndryshimeve estetike të bëra brenda një seanse më ka bërë që të investoj edhe më shumë në estetikën faciale për të ndryshuar dhe për të rregulluar disa për t'i harmonizuar këto buzëqeshje të bukura dhe me tipare të caktuara të fytyrës të cilat mund të kishin nevojë për ndërhyrje. Nga ku dhe tek estetika faciale që jam e specializuar prej 15 vitesh, kryejm po ndërhyrje mini invazive, jo kirurgjikale, që bëjnë një shndrim fantastik brenda vetëm një ore e gjys. Duke bërë mini lifting të fytyrës, duke rehabilituar çdo kontur të fytyrës pa dal nga vetvetja, duke rregulluar simetri, duke harmonizuar të gjitha tiparet me injeksione, me acid hyaluronik dhe me të tjerë përbërës të certifikuar të cilët ne i përdorim prej 15 vitesh në klinikën estetike. Më bëri përshtypje për një orë e gjys. Është tipike për ne shqiptarët që i duam gjërat e shpejta, në kohë rekord, dhe një ndryshim të menjëhershëm. Buzëqeshja e bukur dhe lëkura e shëndetshme. Pra Ledi Smile është një klinik, realisht klinik mjekësore, jo vetëm klinik estetike, e cila ja ka nisur me stomatologjinë, ai sa kuptuam nga biseda, dhe realisht jeni mjeke sepse shumica e neve si audient ose profesionistët e tjerë shëndetësor mendojnë që stomatologët bëjnë vetëm aq, vetëm rregullojnë dy gjëra dhe kanë në funksion vetëm pjesën e kokës. Kirurgu maksilofacial realisht është mjek. Pra shumë e rëndësishme që dikush që vjen tek ju, po flas për veten tani si paciente në klinikën tuaj, ndihet në duar të sigurta sepse ka një staf mjekësor, gjë që ne e theksojmë në çdo episod. Drejtohuni tek profesionistët shëndetësor. Nga buzëqeshja e bukur te lëkura e shëndetshme. Përveç se ju e përmendët që ju ka shtyr gjithmonë e bukura, pati ndonjë arsye tjetër pse ju me patjetër duhet ta përfshinit edhe klinikën estetike në shërbimet që jepni? Po, sikurse ju thash, duke bërë shndrime fantastike të jashtëzakonshme të buzëqeshjes, me një impakt shumë të madh psiko-emocional të rezultatit, duke i ndryshuar një buzëqeshje, një pacienti që kishte vite që vinte dorën përpara, në një moment të caktuar, ti shikon, si perfeksioniste që unë jam dhe kirurge maksilofaciale, ti shikon në gjithë konstruktin e fytyrës, të gjitha indet, muskujt, indet e buta, mënyra se si ato rakordohen me këto dhëmbë të bukur që ti ke bërë, që perfeksionizmi i një buzëqeshje nuk mjafton vetëm me dhëmbët. Relacioni që kanë indet e buta me dhëmbët është shumë i rëndësishëm për një buzëqeshje dhe harmonizimi i buzëqeshjes me pjesën tjetër të fytyrës dhe mos tonimi i parametrave të harmonizuar dhe relativisht simetrik, se asnjë nuk është simetrik, më bëri mua që të investoj në mjekësinë estetike, duke e njohur shumë mirë anatominë e qafës dhe të kokës,
ishte më se normale kalimi prej një pasioni shumë të thellë për të bukurën edhe për diçka teknikisht mjekësore shumë të saktë. Dhe ky kalim ka qenë si me vesh dorezat kur ne punojmë, ka qenë mos e natyrshëm. Ka qenë një pjesë, një vazhdim i asaj çka unë bëja prej kohësh dhe për cilën jam e specializuar. Nuk ka qenë asgjë e jashtëzakonshme ose e çuditshme. Madje kirurgët maksilofacial apo mjekët stomatolog me specializime në mjekësinë estetike faciale janë të mirënjohur në gjithë botën për ndërhyrjet e tyre mini-invazive non-surgical, jo kirurgjikale, me injeksione dhe për rindërtime faciale brenda një ore gjys, jashtëzakonisht të sigurta, shumë efikase dhe duke evituar përdorimin e bisturisë edhe për një 10 apo 20 vjeçar. Do të thënë, mjekët stomatolog në gjithë botën janë të mirënjohur për ndërhyrjet e tyre estetike jo kirurgjikale, për saktësinë sepse njohin shumë mirë anatominë. Kjo është pjesa kryesore që dhe e ceka kur bëra prezantimin tuaj. Për mua është e rëndësishme të ndalen pak te klinika estetike, sepse tashmë klinika stomatologjike, juaja ka një provë 20 vjeçare dhe pacientët ju njohin, e din kush jeni. Për një audiencë pak më të gjerë, për audiencën edhe në vende të tjera shiffolse, çfarë bën të veçantë klinikën estetike Lady Smile që të ngrihemi nga Prishtina dhe të vim edhe t'i bëjmë ndërhyrjet tek Lady Smile? Ikën ton. Pikë së pari ne jemi një emër shumë i dëgjuar në Shqipëri dhe për pacientët shqiptar që jetojnë nëpër trevat e gjithë botës, ne jemi shumë të mirënjohur për një profesionalizëm që na karakterizon me një ekspertizë 25 vjeçare në fushën e stomatologjisë kirurgjikale, stomatologjisë estetike dhe estetikës faciale, duke ndërtuar ekspertizën shumë vjeçare, profesionale që ne kemi, me investime në teknologjitë më të avancuara dhe protokolle ndërkombëtare shumë të sigurta, mjekësore, të cilat ne i ofrojmë në të dyja klinikat, të updateuar gjithmonë me trajnime dhe specializime të fundit. I gjithë stafi është mjekësor. Dhe qasja që ne kemi të paktën për klinikën estetike, me qenë se më pyetet për klinikën estetike, është që ne individualizojmë çdo trajtim që ofrojmë me një qasje shumë natyrale rreth tipareve të vet pacientit pa deformime. Do të thonë, qasjet tona janë profesionale, të individualizuara sipas kërkesës pacientit, duke respektuar gjithë protokollet mjekësor, por pa deformuar çdo gjë natyrale të vet pacientit. Pra pacienti kur vjen tek ju ndihet për ndërhyrje, kur pacienti kur vjen te ju nuk ka nevojë të ndrojë pasaportën, pastaj se i ka tiparet e veta. Më të zbukuruara, më fresh, si më i qetësuar, si më i relaksuar, sikur ka bërë pushime. Gjithsesi, trendi i kohëve të fundit ka qenë që sipas një fotoje në Instagram të vinë me një kërkesë të caktuar dhe me një, le të themi, fiksim të caktuar lidhur me një trend të caktuar, dhe ne mundohemi maksimalisht të edukojmë pacientët që të mos të shkojmë në këtë lloj qasje, sepse informacioni i dhënë në detaje, individualizimi i trajtimit dhe respektimi i tipareve natyrale të pacientit është shumë i rëndësishëm. Çfarë bën të veçantë tjetër klinikën estetike është që ne kryejmë shndrime fantastike të fytyrës, duke realizuar rikonstruktimin e saj nga brenda me injeksione, me acid hyaluronik dhe me relaksant muskular, brenda një ore gjys, duke bërë të mundur që pacienti të rinohet realisht diku deri dhe 20 vite. Do me thënë, unë mund t'ju tregoj, kjo zonja është, nuk e di a shikohet. Ndryshimi fantastik. Atëre, kjo zonja ka bërë gjithë dhëmbët implante dhe gjatë kohës që ne po i bënim dhëmbët në laborator, kemi bërë një ndërhyrje 1 orë gjys me diku tek 12 shiringa acid hyaluronik edhe relaksant muskular, biorevitalizues, pra pa ndërhyrje kirurgjikale. Pa ndërhyrje kirurgjikale dhe pa operacion. Në rastin konkret mund të them që kemi pasur një problem me kalimin e saj në kufirin grek. Prandaj tash në rastin e zonjës kemi pasur një problem.
kështu që kujdes. Do me thënë kemi edhe raste që ndryshimi është aq kolosal, por brenda asaj tiparet nuk kanë ndryshuar, nëse do ta analizojmë nga pjesa anatomike. Kur ka qenë e re, do me thonë zonja është diku tek 56 vjeçë, por duket më e madhe dhe pas ndërhyrjeve duket diku tek 36-40 vjeçë. Dhe ideja është me mua. Ideja është po ka pas një problem me kalimin e kufirit. Do me thonë dhëmbët kanë lidhje me strukturat e fytyrës, patjetër. Kur ti nuk e dhëmb, buzët futen, varen nazolabialet, kati i mesit dhe i fundit i fytyrës është më i varur, më i rënë. Dhe absolutisht që një stomatolog ka fuqinë tekniko mjekësore të ndryshoj katin e fundit të gojës dhe kati fundit të gojës lidhet me katin e mesit edhe atë të sipërm dhe të gjitha shkojnë në një konformitet dhe uniformitet dhe një harmonizim se nuk janë të ndara me vizore, gjërat aty, muskujt, nervat, çdo gjë. Dy anët e fytyrës, çdo anë e trupit nuk është simetrike. Jo, nuk po flisja vetëm për simetrinë e Rida, po flisja për faktin që ti nëse ndërhyn vetëm në një pjesë të gojës dhe nuk shikon harmonizimin dhe mënyrën se si lidhen gjërat me njëra tjetrën dhe ndërlidhen absolutisht 100% të gjitha. Deri nga qafa e sipër, muskujt, çdo gjë funksionon po në një harmoni, kështu që patjetër që një mjek stomatolog ka mundësinë, sepse ka një uri anatomike shumë të sakta, që të bëj ndërhyrjet e duhura dhe në mënyrën më profesionale të mundshme. Nëse ka një motiv se të gjithë pacientët që na vinë nga gjithë bota vinkene është pikërisht qasja jonë super profesioniste, super tekniko mjekësore e sakt, sipas protokolleve ndërkombëtare dhe siguria për trajtimet që marrin nga një staf mjekësor i kualifikuar edhe produkte të certifikuara. Pikërisht unë kur kam ardhur si paciente në klinikën tuaj, ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë qasja ndaj pacientit dhe sensi i humorit që kishte gjithë klinika, duke nisur nga buzëqeshja e doktoreshës, edhe thash doktoresha me patjetër ti duhet vish në podcast se ne duhet që këto njohuri ti shpërndajmë tek të gjitha audiencat që na ndjek, sepse janë informacione në dukje bazike për vendimit shëndetësor, por realisht për audiencë janë të rëndësishme, sepse kemi shumë vajza të reja dhe gra, të cilat shpeshherë në pamundësi të informacionit të saktë shkojnë në vende jo të duhura për të bërë ndërhyrje estetike dhe aty në vend se të rregullojnë prishin edhe më shumë. Për vajzat e reja që po na dëgjojnë tani, apo zonjat të moshë si rasti që ju treguat, çfarë të doni që ato të dinin lidhur me bukurinë natyrale dhe estetike që të bëjnë zgjedhjet e duhura? Ne në dy klinikat tona me emrin Lady Smile jemi një staf diku tek 16 vajza dhe gra. Jemi profesioniste të fushës mjekësisë, mjeke të specialiteteve të ndryshme, asistente, infermiere. Jemi nga moshat 23 deri 49 që jam unë, me këtë rast po them dhe moshën për të sqaruar që mjekësia estetike më ka ndihmuar mua të parën që të kem një qasje më pozitive rreth viteve të mia. Duke qenë se ne jemi staf mjekësor vetëm me vajza dhe gra, ne më shumë se sa kushdo dhe më shumë se sa shumë klinika apo institucione të tjera mjekësore ku ka të dyja gjinit që ofrojnë shërbime mjekësore, e kuptojmë shumë mirë vëndësinë, mënyrën se si funksionon gjendjen hormonale dhe emocionale të një gruaje, gjendjen emocionale, psiqike të një femre. Edhe kjo gjë na ka ndihmuar që ne pikëpari ta shikojmë çdo gjë që bëjmë në një aspekt personal. Një mjek i mirë nuk mund të jetë një mjek i mirë nëse nuk është në fushën personale nuk është një person i mirë. Domethënë qasjen që unë kam ndaj atyre që bëj për veten time, unë e transmetoj unë dhe gjithë stafi im edhe tek vajzat dhe gratë. Pikë së pari do doja që vajzat dhe gratë të kishin më pak ndjenja faj, që kur bëjnë një ndërhyrje estetike të ndjehen në faj që po e bëjnë ose sepse nuk kanë besim në vete ose po u duket e sforcuar nga trendet e kohës ose po mendojnë se po shtrëngohen shumë nga xhepi se është një luks. Jo.
të investosh në veten tënde nuk është luks, është shenjë vetbesimi, shenjë vetvlerësimi dhe shenjë vetdashurie. Nëse ne nuk investojmë në veten tonë dhe nuk ndjehemi mirë me veten tonë, ne nuk kemi mirë as njerëzit që kemi përreth, fëmijët, familjarët, profesionet që kemi, domethënë në çdo etapë të jetës, investimi fillon ke vetja. Dhe vajzat dhe gratë që sot në 2025 bëjnë kaq shumë funksione, janë multitasking, jam mos e bindur që gjëja e parë dhe më elementare që ato duhet bëjnë është të investojnë në veten e tyre. Nëse është diçka që do të thosha vajzave dhe grave është investoni në veten tuaj për mirëqenien tuaj psiko-emocionale, investoni me dashuri, investoni në stafe profesionale, mjekësor, mos egzagjeroni, mos u ndjeni në faj dhe mbi të gjitha ju meritoni gjithë botën dhe gjithë dashurinë e botës. Dhe dashuria fillon nga vetja. Kjo me patjetër dhe një gjë që dua ta theksoj është për t'i treguar pak edhe audiencës ose një pjesë që na ndjekin që shikos edhe gratë mund të punojnë shumë mirë bashkë, 16 gra në një vend nuk janë pak për të mbajtur. Kështu që kjo është një karakteristikë tjetër që mua më ka bërë realisht përshtypjen klinikën tuaj. Jam djerse në shtëpi dhe të them në qasjen e pacientit dhe jo si profesioniste, se si profesionist ne mund të kuptohemi shumë mirë në tema ndryshme. Klinikës estetike, çfarë mua më bëri përshtypje, ishte një produkt që pas një mini ndërhyrje që një pacient bëri, ju rekomanduat një produkt shumë interesant që unë nuk e kisha dëgjuar më herët, por emri më tërhoqi se më duk shumë elegant. Çfarë është Zhekler, doktoresha, dhe si lind ideja për ta përfshirë në gjithë klinikën estetike si linjë produktesh? Po. Duke qenë se prej 15 vitesh ofrojmë shërbime estetike jo kirurgjikale, duke filluar nga injeksionet, mesoterapit, biorevitalizantët, ndërhyrjet me lazer për lëkurën, lazer CO2 fraksional, lazer në de Young. Ideja është që të gjitha këto ndërhyrje janë morfeustet, shumë aparatura tjera dhe teknologji të fundit, të gjitha këto ndërhyrje, peeling kimik, janë relativisht, një pjesë e tyre janë relativisht invazive. Dhe pas ndërhyrjeve estetike në parkursin e gjithë këtyre viteve, na është dashur që të ofrojmë për kujdesin post-op, me njëherë pas ndërhyrjeve, për një kujdes profesional, mjekësor, produkte që i gjenim në tregun shqiptar, të cilat për arsye të caktuara, jo se unë dua të bëj anti-reklam, nuk i përgjigjeshin të gjitha nevojave, si ato mjekësore për post-op, si ato që një paciente kishte nevojë pas për mirëmbajtje, pas mbarimit të periudhës post-op. Po. Nuk është e rëndësishme vetëm ta bëjmë atë ndërhyrjen, po duhet ta ruajmë në kohë dhe ky produkt i plotson kërkesat. Nuk është i plot një trajtim estetik nëse ti bën një ndërhyrje në një klinik apo qendër estetike dhe mbaron aty. Nuk është i plot nëse nuk ke një kujdes të vazhdueshëm profesional, mjekësor mundësisht, me produkte të certifikuara, të testuara dermatologjikisht, deri dhe farmaceutike në lidhje me problematikën apo ndërhyrjen që ke bërë. Na u desh të testonim, meqense jemi edhe vajza dhe gra në stafet tona, na u desh të testonim pikë së pari ke vetja. 2-3 vite na mori testimi i produkteve të ndryshme ndërkombëtare. Nuk gjendeshim shumë rehat të gjitha se nuk ju fjeti shpirtin asnjë produkt. Nuk na fjeti shpirtin asnjë produkt. Sepse fatmirësisht domethënë kemi dhe një numër shumë të madh paciente që janë tashmë si të shtëpisë aty dhe ato gjithashtu bën pjesë e programit ton. Pilot test dhe më në fund arritëm të gjenim një linjë që është një markë franceze me produkte të certifikuara, të testuara dermatologjikisht me frymë farmaceutike që të mbyllim këtë ciklin e kujdesit nga klinika në shtëpi në mënyrën më profesionale të mundshme. Një linjë që i përgjigjet edhe nevojave me njëherë post-op, që janë nevoja mjekësore dhe teknikisht duhet të jenë të duhura këto produkte dhe të sigurta dhe me përbërës aktiv të duhur dhe për kujdesin ditor më vonë të vazhdueshëm. Dhe jemi shumë të lumtur që më në fund arritëm të gjitha në një mendje bashkë edhe me pjesën ndërmuese të klientelës, të pacientëve që kemi provuar dhe jemi të gjithë entuziast sepse është një linjë që është e sigurt, efikase me përbërës aktiv të duhur
e certifikuar sipas standardeve ISO e aprovuar nga Bordi i Dermatologëve Evropian. Është një linjë që ne e përdorim prej 2 vitesh, por tani e kemi si them me dëshirë që të gjithë ta provojnë edhe për te klientelës klinikave, duke qenë se është diçka që ne vërtet jemi të entuziazmuar për standardin që ka. Realisht kur e gjova unë bëra kurioze se tani dhe profesioni farmacistit të pun ka. Hajde të shkoj pak për bërësit, hajde ta testoj pak formulimin edhe përthithjen. Dhe çfarë më bëri mua përshtypje është që nuk kishte aromë dhe kjo bën më mjekësore një linjë fragranca, sa më pak fragranca, aq më mirë produkti. Kështu që kjo ajo më tërhoj mua nga ana profesionale. Po një përbërës star që unë e kam lexuar në paketim, po dua që ju t'ia tregoni atyre që po na dëgjojnë, një përbërës star ose një përbërës aktiv yll dhe kryesor që e bën linjën shumë të veçantë në raport me të tjerat që juve realisht u goditi. Linja është e gjerë dhe është farmaceutike. Dhe nga ku edhe ti si farmaciste e paske vënë re, qoftë edhe me një detaj të vogël që detaj bën diferencën. Detaj bën diferencën. Linja është farmaceutike, nuk është thjesht dermokozmetike. Kjo është për t'u sqaruar. Duke qenë linjë farmaceutike edhe unë e zora në gojë pak më parë që duhet i përgjigjet edhe kërkesave mjekësore, nevojave që janë teknike mjekësore, sidomos pas ndërhyrjeve, dhe ka përbërës ingredient aktiv të caktuar sipas nevojës ose sipas problematikës mjekësore ose jo mjekësore. Kjo linjë është e gjerë edhe ka edhe produkte të cilët nuk janë të rësisht vetëm për përdorim post-op, por janë produkte për përdorim përditshëm, siç edhe ju thatë që ju ka zënë syri një përbërës të veçantë. Atëre, personalisht unë jam fanse e gjërave organike edhe produktet e skincare duhet të jenë shumë të sigurta. Duke qenë se në lashtësi Kleopatra, që sot është mbuluar me tymin e arresës, fakti që Kleopatra ka qenë perëndesha e bukurisë dhe me potencën e saj në atë kohë kishte një ferm të tërë, nuk e di se sa kishte 400 gomarica të cilat mileshin për ditë dhe ajo bënte banja të gjithë trupit dhe fytyrës në vaska me qumësh gomarice. Këto janë gojdhëna. Po lëkura që paraqitet në histori Kleopatrës është glowing edhe ideja është nga lashtësia ose nga Egjipti i lashtë deri në një përbërës farmaceutik, le të themi që duhet safety pikë pari, po le të themi që unë u dashurova me efektin pasi provova. Do me thënë, nuk ecim vetëm me atë çka ka qenë. Është mënyra se si është formuluar. Formula është shumë farmaceutike, shumë e saktë, shumë on point. Është antialergjike? Qumshi i gomaricës është qetësues, është rigjenerues, është antioksidues, është zbardhues. Është hidratues shumë i thellë. Ka 4 herë më shumë vitaminë C se qumshi i lopës. Ka vitamina të tjera, ka acide yndyrore. Ky e bën një produkt universal. Absolutisht. Ka acide yndyrore të pangopura. Do me thënë, është një produkt që ti, për shembull, kemi produktin e SPF-s me 50+, filtrat mund t'i gjeni dhe në produkte të tjera, por një efekt të sigurt, të plot, të kujdesit ndaj epidermis, ndaj lëkurës tënde përveç atyre filtrave, në mënyrë më organike të mundshme dhe më të sigurt të mundshme nuk e gjen dot kudo. SPF-ja me qumësh gomarice ka efekt antioksidues, ka efekt zbardhues, ka efekt qetësues, ka efekt hidratues të thellë, ka dhe efekt antirrull. Do me thënë, brenda një produkti rrallë që mund t'i gjesh të gjithë këto lloj brenda një produkti ti i ke të gjithë efekte. Duke qenë se sot koha kushton dhe edhe përveç saj edhe njerëzit i duan gjërat më praktike, atëherë me një produkt i ke bërë të gjitha all in one, edhe është shumë biologjikisht i pranueshëm, që do thotë është i vetmi SPF që neve nuk na dojë syt dhe unë si mjekë stomatologe kur shkoj në punë e vë SPF-n që në mëngjes dhe nuk mund të punoj dot në një ambient ku dritat edhe avujt nga maska janë irritus vet, nuk mund të punoj dot me një SPF që është i rënd, agresiv, është toksik, është kimik më shumë se ç'duhet, sepse nuk më lë të punoj. Do të thënë, le të themi që testimet kanë kaluar nga një staf mjekësor që vërtet i duhet diçka edhe për të ngar makinën, edhe për të punuar gjithë ditën, asnjëri nuk del pas SPF-m, edhe për të shkuar pas kësaj te fëmijët, i marrit i çoj në plazh.
Një femër duhet t'i bëjë të gjitha nga mëngjesi deri në darkë ka 700 funksione dhe në këto 700 funksione ty të duhet vetëm një produkt dhe ai të jetë on point, të jetë i durit, të jetë dermatologjikisht i testuar por mbi të gjitha mjekësor, edhe farmaceutik, por edhe organik dhe të godasi në shenjë. Dhe unë jam shumë e lumtur për këtë linjë. Nëse një burr po na dëgjon tani dhe thot, a bën ky kremi për mua? Pyetja jote ishte nëse një burr po na dëgjon tani dhe thot a bën ky kremi për mua, se thash na kanë hyrë në pjesë, mirë kanë bërë që kanë hyrë. Kanë hyrë burrat në pjesë. Atëherë unë jam single mother. Unë nuk kam burr dhe nuk e di nëse burri që do kisha, që nuk e kam, do më hynte në pjesë te ky krem, po unë s'do e lija. Më hyni. Nuk do e lija për një arsye shumë primare, që është ta paguaj vetë, është shumë cilësor për t'ia dhënë falas. Sinqerisht. E para, e dyta, unë kam një djalë, jam shumë e lumtur që djali im që në moshën 15 vjeç më pyet çfarë SPF-ja të përdor. Fillojmë që këtu. Që nga edukimi. E dini që rrezet në moshë të njom dhe në lëkura që janë në formime sipër, në rritje e tjera, janë shumë herë më të dëmshme dhe këto kremrat që ne i kemi vënë këtyre fëmijëve prej vitesh kanë duhet jenë shumë të sigurta, kanë toksicitete, kanë gjëra dhe shumë nëna edhe i kanë lënë pa të. Se jo si ka dash fëmia, jo ndonjëherë edhe të keqen më të vogël. Kështu që kur djali im është për shembull 15 vjeç tani, kërkon një SPF, unë e quaj arritje, sepse i bie që pas kam bërë mirë pjesën e edukimit, por në të njëjtën kohë nuk dua diçka toksike. Që do thotë djali im është mashkull, është një qenie njerëzore që duhet të mbrohet nga rrezet. Babai i djalit, nëse unë do e kisha, do ishte po një mashkull që do të mbrohet nga rrezet. Flasim për SPF-n. Nuk mund të ketë dallim gjinie për disa produkte të cilat janë must. Unë mendoj që të gjithë ne, pavarësisht duke filluar që nga një fëmijë nuk e di se sa, por flasim edhe për një adoleshent, duhet të ketë një produkt të certifikuar me filtrat e dur, të certifikuar, të saktë, jo toksik, organik, pa ngjyrë, të mos bllokoj pore tek një 15 vjeçar, të mos irritoj, dhe ky ishte produkti on top për këtë dhe një tjetër shtys pse unë e kam marrë. E lidha këtë me djalin, duke qenë se është gjinia mashkullore. Por meshkujt sot jam e bindur që do fillojnë të kuptojnë që është më mirë të mbrohesh se sa të merresh me pasojat. Flasim qoftë për SPF-n, flasim qoftë për rrudhat, pastrimin e lëkurës, që nga aja. Flasim për shumë patologji që vijnë nga neglizhimi. Meshkujt u bë kohë që shkojnë kur qethen, i fusin edhe një mask fytyre. Po, e vërtet. Tashti, ai berberi që respekte nuk mund të di më shumë se një mjek apo një staf i trajnuar mjekësor për të bërë atë maskën e fytyrës. Atëherë ku qëndron stigma që duke filluar që nga shtëpia kur e blen gruaja atë kremin ta blej dhe burri, ku qëndron stigma që ky burri të shkojë tek një klinik e dur mjekësore që të realizoj protokollin më të mirë të mundshëm, duke mos kompromentuar apo duke mos bërë. Ajo që mendoj unë i pengon meshkujt përgjithsisht të kërkuarit të këto lloj produktesh është që produkti të mos ketë aromë dhe prandaj unë e theksova si gjë që produkti nuk ka fragrancë dhe ata janë të sigurt e vendosin dhe nuk ka dhe ngjyrë. Nuk i ndjen njerëj se çka kanë përdorur. Nuk ka dhe ngjyrë. Do thotë kjo është kryesorja. Me qëra fjallat tek burrat, po qëndrojmë pak më shumë tek ta. Apo vinë gjithmonë më shumë burrat për ndërhyrje estetike, apo janë gratë që i shtyn, apo i shtyn nevojat e trendit, apo nevojat që edhe ata të jenë okay me veten. Burrat ka kohë në gjithë botën, po edhe në Shqipëri që e kanë thyer akullin, e kanë thyer turpin në thojza që shoqëronte një mashkull kur kërkonte të shtrinte rrudhat për shembull. Nuk fillohet vetëm me shtrirjen e rrudhave, dëshira dhe interesi që kanë meshkujt është që nga pastrimet, siç e zura më parë në gojë, që informacioni sot është gjithandej dhe pastrimet e thella të fytyrës dhe pastrimet profesionale të fytyrës, diagnostikimi i problematikës së fytyrës duhet bërë në klinika mjekësore me protokolle mjekësore, me aparatura dhe protokolle trajtimesh mjekësore, kështu që absolutisht ka shumë kohë që në klinikën estetike Ledi Ismail meshkujt janë diku tek 25% i klientelës, kërkojnë trajtime relativisht diskrete si fillim, por pasi ndihen mirë me veten e tyre dhe partnerët janë ato që i shtyjnë që të vinë, ndjen shumë
ndryshe, të kënaqur, më të relaksuar, vinë gjithnjë dhe më shpesh. Trajtimet që kërkojnë meshkujt kryesisht në klinik janë përrathat e zinj syve, për konturimin e mjekrës të noflës, konturimin e anterior cheek që të mos ndihet sikur është super pa gjumë apo super i lodhur apo i rënë. Janë realisht nevojë. Janë nevojë, është një nevojë e përditshme ajo. Kërkojnë trajtime për riformatimin e shtresës të epidermës me lazer, heqjen e kapilarëve, dermapen, thuajse ne po flasim estetik, por realisht po shkojmë prapë te nevojat mjekësore, kështu që është vërtet. Thuajse e gjithë gama deri dhe te depilimi me lazer, që për disa është vërtet çështje mjekësore sepse krijohen folikulite dhe irritacione të përhershme në qafë nga qimet apo në zona të tjera. Më kupton? Domethënë nuk është se po ndodh diçka të thuash që është e jashtëzakonshme, është një nevojë që është një nevojë mjekësore. Po e kanë edhe kompleksin për ta treguar. Do marr shkas tani nga një ngjarje personale. Kur nata ime jeton në Gjermani dhe shfrytëzoj rastin çdo verë që vjen në Shqipëri të bëj ca ndërhyrje, të bëj disa trajtime të ndryshme, kështu që do po marr shkas nga ajo dhe gjithë ata që më dëgjojnë. Unë e di që ju keni shumë pacient që vinë nga jashtë tek ju, edhe nga Amerika dhe nga shumë vende të tjera të botës. Vinë për pushime dhe të bëjmë një rrugë dy punë. Cilat trajtime rekomandoni tani gjatë verës që janë të thjeshta, po që dhe nuk e bëjnë lëkurën më sensibël ndaj rrezeve të diellit, se ky është risku më i madh tani. 87% i klientelës tek të dyja klinikat është pjesa e shqiptarëve të emigracionit dhe unë jam shumë falenderuese ndaj tyre. Ne në 25 vite eksperiencë, 21 vite klinik dentare dhe diku te 15 klinik estetike, kemi kaluar diku tek 100.000 pacient në përduar tona profesionale, duke u shndruar jetën me buzëqeshje instant, me njëhershme brenda ditës Hollywood Smile One Day, apo edhe me komplet rehabilitime totale të danturës me implante me ose pa ndërhyrje invazive. Dhe kemi shndruar edhe fytyrat e mira pacienteve dhe pacientëve, të cilët duke ardhur te klinika dentare dhe të dyja klinikat janë në një pallat. Është një njëjti ambient i ndarë në të dy. Jo, s'është një njëjti ambient, janë të ndara. Domethënë një godin, është një njëjti pallat, janë të ndara në 2 kate, është shumë easy të kalosh te njëra dhe te tjetra. Gjithë kjo klientel që unë e falenderoj pafund na ka bërë ne që të jemi me protokolle shumë efikase për një kohë të shkurtër. Te dhëmbët dhe me protokolle shumë efikase për një kohë të shkurtër që ata qëndrojnë dhe tek klinika estetike, por fatkeqësia, nëse mund të quhet kështu, është që gjatë verës nuk mund të bëhen dot shumë protokolle agresive. Por në një farë mënyrë apo tjetrën ne kemi një gamë shumë të gjerë të shërbimeve mjekësore estetike që ofrojmë te klinika estetike, kështu që ka disa prej tyre të cilat ne i rekomandojmë gjatë verës, siç janë injeksionet me acid hyaluronik për facelifting jo kirurgjikal, riformatimin dhe harmonizimin e fytyrës brenda tipareve, mbushjen e mollzave, mbushjen e nazolabialeve, riformatimin e formës, volumit apo hidratimit buzëve, mini rrullzat kudo që janë, relaksimi muskular me botulinum, mbushja radhëve zinj të syve. Të gjitha injeksionet me acid hyaluronik janë të sigurta dhe në verë. Po. Përveç saj biorevitalizantët ose skin boosterat, mesoterapit, janë terapi që kërkojnë vetëm një 48 orësh post-op që të mos dalin në diell. Janë disa terapi me lazer që nuk janë agresive, siç është ND-Yangu apo karbon pili. Karbon pili për shembull është një procedurë shumë interesante për tani në verë, sepse pacientja pas kësaj mund të shkojë në një event, mund të shkojë për pushime pas një lloj problemi, duke riformatuar komplet shtresën e parë të epidermës, për heqjen e yndyrës tepërt, për zbutjen e njollave, për mbylljen e poreve, riformatimin e strukturës, teksturës së lëkurës dhe domethënë ke një glow, ke një shanjë që është shumë interesant për eventet. Një shkëlqimi që për eventet kur ata vinë dhe është një procedurë që bëhet vetëm me lazer dhe është jo invazive. Domethënë kemi procedura të cilat i rekomandojmë, po unë do sugjeroja që gjithmonë në verë të jemi shumë precaution, shumë të kujdesshëm me
ekspozimin diell dhe kjo është për të marrë në konsiderat. Po, se të ne rrezet pak më të forta, sidomos gjatë verës. Prandaj duhet një SPF shumë i mirë, shumë veritabil, i saktë në filtrat e vet që të jenë të akredituar, certifikuar real edhe të duhurit dhe mundësisht të jetë një krem farmaceutik në sensin e përbërësve ingredientëve aktiv që të mos bëjmë shaka me këtë pjesën e mbrojtjes. Se aty fillon nëse mund quhet problemi i gjitha procedurave kur bëhen gjatë verës. Klinika, po e vërtet. Gjatë gjithë vitit realisht. Sidomos gjatë vera është akoma më e komplikon më shumë nëse nuk kujdesesh. Sepse lëkura bëhet vulnerabile. Bëhet më sensibël. Në momentin që çdo ditë ne jemi përballë shumë informacioneve në rrjetet sociale, edhe ndonjëherë ne jemi në dyshim që jemi profesionistë shëndetësorë, që dalë çfarë ky trend i ri që ka hyrë në treg, ata fusim në pjesë të një protokolli apo jo. Ka ndonjë trajtim të ri ose një ndërhyrje të re estetike që është bërë trend dhe që ju e keni futur pjesë të klinikës estetike së fundmi? Duke qenë se mjekësia estetike në gjithë botën po kalon një evoluim edhe një updatim të përditshëm, të gjithë mjekët estetistë po i largohen qasjeve të egzageruara dhe jo natyrale, jo biologjike, po kërkojmë të qëndrojmë brenda asaj çka ne kemi dhe ta potencojmë atë. Gjëja që ne kemi është shëndeti, po ne e dëmtojmë atë përdit. Organizmi është një mekanizëm që ne i ka bërë Zoti shumë të fortë, por një Ferrari themun, por me kalimin e viteve këtë Ferrari e kemi futur për gropa. Dhe ç'a ndodh? Është konsumuar. Është konsumuar dhe kjo gjë ndihet dhe nuk ndihet nga brenda, por duket nga jashtë. Njerëzit merren me atë çka është jashtë, por nuk merren me atë çka është brenda. Në gjithë mjekësinë estetike në botë po fillon një revolucionarizim i qasjes ndaj shkakut, jo pasojës. Që do thot? Nëse ti dukesh i lodhur me një lëkurë të dehidratuar, pa jetë, me sy që tregojnë sa rrath, që tregojnë qarë që ti nuk fle mirë, me një shëndet jo të mirë, të përgjithshëm të lëkurës, automatikisht ti ke një shëndet jo të mirë dhe një sëri problemesh lidhur me gjumin, mirëqenien psikoemocionale, mënyrën si të punojnë sistemet, lodhjen, burnoutin psiqik, emocional, fizik. Duhet të hetojmë se çka ka më shumë brenda organizmit, sepse ai që ka reflektuar jashtë. Absolutisht, çdo gjë fillon nga brenda dhe revolucionarizimi i mjekësisë estetike së fundmi është që qasja ndaj stimulimit të asaj çka ne kemi në një shëndet natyral, por potencimit asaj çka ne kemi, që quhet mjekësi anti-aging, që do thot ky Ferrari që ka hyrë në përgropa dhe ka nevojë për disa qasje të ndryshme, hajde mos merremi vetëm me bërjen e gomave dhe ku di unë, po të merremi me motorin, bravo, të merremi me një ristartim të motorit dhe mjekësia rigenerative, anti-plakje, anti-age, është prej shumë vitesh, shumë e kënaqur me një produkt që quhet NAD+, që është një enzim që gjendet në mitokondrinë e secilës qelizë tonën, qelizë e cila me kalimin e viteve është në vuajtje dhe nuk e prodhon më NAD+-in dhe ne mplakemi çdo ditë që ngrihemi në mëngjes dhe çdo darkë jemi më të mplakur x%, sepse NAD+ nuk gjendet më në nivelet e dhura, në nivel mitokondrial qelizor. Prandaj duhet bërë kjo. Prandaj mjekësia rigenerative po fokusohet shumë në shtimin e sasisë NAD+ të kësaj qelize mrekullibërse, enzime mrekullibërse që është parësore në funksionimin qelizor, në dhënien e një ristarti qelizor të organizmit. Që do thot, nëse ti je i lodhur, ndjen burnout, mëndërisht, ke brain fog, që pas Covidit ka qenë shumë e theksuar. Ndjen që pavarësisht se ke bërë përpjekje për të fjetur gjumi, nuk ka qenë cilësor sepse që në mëngjes ndihesh i lodhur. Nuk ke fokus, nuk ke përqendrim. Lëkura jote dhe gjithë organizmi yt ndihet sikur është duke dhënë shpirt, në sensin që nuk arrin dot ta potencosh me atë çka ti bën nga jashtë. Atëherë ti ke nevojë për një terapi
restarti qelizor dhe një terapi për boost të energjisë mendore, për klaritet mendor, për fokus, për të përmirësuar shëndetin tërësor të secilës qeliz, dhe kjo pastaj do përkthehet shumë bukur edhe në një shëndet të dukshëm nga jashtë. Do me thonë, futja e NAD plusit si një terapi anti-aging në klinik, prej pak kohe është një nga gjërat, një nga planet që ne tashmë po e bëjmë praktik, kemi vënë në jetë dhe jemi shumë të kënaqur. E para që e kam provuar, kam qenë unë dhe mund të them që atë ditë kam pas gjumin më të mirë prej minimalisht 20 vitesh. Really. Ne kemi potenciar gjatë gjithë episodit pjesën mjekësore, që pastaj luan rol estetik, por mjekësore është ajo kryesorja. Dhe njerëzit bëjnë ndërhyrjet, mendoj unë, dhe nga ana psikologjike për nevojë. Pra kur kanë një nevojë, nevojë për të ndier mirë me veten, nevojë për të dukur bukur, nevojë për faktin që çdo gjë është reflektuar dukshëm. Gratë që po na dëgjojnë tani dhe shpeshherë kur kanë një moshë të caktuar e kanë pak më problem të shkojnë tek ginekologu dhe kruarjet, thatësit vaginale shpeshherë mund të vinë dhe ndoshta jo për shkak të një bakteri që është aty prezent, po për shkak të ndryshimeve morfologjike, anatomike që ajo ka pasur gjatë gjithë jetës. Ka një lloj trajtimi të posaçëm që quhet hifu vaginal. Çfarë është hifu vaginal? E ofroni ju në klinikë dhe ato gra që po na dëgjojnë, pse duhet i kushtojnë vëmendje kësaj pjese? Hifu vaginal është high intense focus ultrasound, një procedurë që bëhet me një aparatur që lëshon rrezet ultrasound në thellësinë e indit vaginal, duke bërë ndërhyrje për stimulimin e kolagjenit në thellësi të indit vaginal. Përveç kësaj, ka disa rekomandime për thatësirën vaginale, kruajtjet, diskomfortin gjatë aktit seksual, dhimbjet gjatë aktit seksual dhe mbi të gjitha bën një shtrëngim goxha intens të indit vaginal dhe kjo përkthehet në një gjendje psikoemocionale më të mirë të çiftit. Që do thotë pa kirurgji, sepse është një protokoll mini invaziv brenda disa minutave. Është i sigurt? Është super i sigurt sepse aparaturat dhe teknologjia, domethënë dhe trajnimet përkatëse janë të gjitha certifikuara BE dhe është i sigurt sepse realizohet nga staf mjekësor. Feedbacku vjen gradualisht, nevojitet një seancë në muaj për 3 muaj dhe feedbacku vjen pas disa kohësh gradualisht duke u përforcuar. Ama efekti është afatgjat. Efekti është afatgjat pas asaj. Po. Di që prej diku të 10 vitesh në klinik kanë qenë me qindra vajza dhe gra që është futur hivu vaginal si një lloj nevoje personale e stafit me qenë të gjitha gra. Kjo është një pyetje shumë me spec. Duke qenë se ne jemi një staf vajza dhe gra, absolutisht që nevojat tona personale kanë qenë pikë së pari. Ato që na kanë bërë ne ti testojmë protokollet ndërkombëtare që ne i kemi të studiuara dhe jemi specializuar të parët. Kështu që duke qenë se jemi staf me 18 vajza dhe gra, ne kemi qenë të parat që i kemi testuar dhe nga ana mjekësore për sigurinë që ka dhe efikasiteti që ka trajtimi dhe kjo si teknik dhe mund të them me plot bindje që e kemi shumë herë më të lehtë që t'ua transmetojmë edhe pacientëve. Dhe t'ja propozoni sepse shpeshherë në biseda të lira me shoqe, gratë mund të shprehen më lirshëm se sa që të shkojnë te psikologu apo te ginekologu, edhe aty e gjejnë zgjidhjen dhe rekomandojnë. Biseda ishte shumë e këndshme, po tani do kaloj një pjesë pak më të këndshme me që ma lejon edhe gjithë sharmi që ka Lady Smile. Do zgjedhim, çdo gjë në jetë është zgjedhje. Këtë apo atë. Të dyja nuk lejohen. Është një rubrikë interesante që unë dua ta mbyllim bukur ashtu siç e nisëm episodin. Të punosh me gratë që thonë jam gati për ndryshim apo ato që thonë më bëj një ndryshim që mos ma vë re as burri. Gjithmonë është mirë të punosh me dikë që thotë jam gati. Fjala jam gati do thotë që gjysma e punës është bërë. Bravo. Pacient që të besojnë totalisht apo ata që vinë me screenshotin gati të personazheve? Të gjithë mjekët do donin pacient që i besojnë
verbërisht mundësisht, po në të njëjtën kohë mua nuk më duket shumë etike. Ti më thej që nuk mund të zgjedh dot ose ose. Do zgjidhja besimin, se lehtëson shumë punën. Estetika për të zbukuruar apo estetika për të fituar më shumë siguri në vetvete? Për të zbukuruar. Një nga gjërat që shpeshherë i tradhton gratë është pikërisht për të treguar moshën e vërtet, po dhe burra ndonjëherë, është gusha dhe qafa. A janë realisht to tradhtarët kryesore të ndërhyrjeve estetike? Absolutisht po, sepse ne i lëm vet pas dore, duke filluar që kur bëjmë një kujdes të caktuar, të përditshëm, gati përtojmë të shkojmë deri ke dekolteja. Por vitet e fundit kanë ardhur prej shumë kohësh në rritje kërkesat për trajtimet e qafës, të dekolteze dhe të duarve dhe ne ofrojmë shumë protokolle për këto. Nëse linja zhëkler e kujdesit ndaj lëkurës, do kishte një karakter zodiaku, do ishte një luan për luksin që ofron apo një virgjëresh për kujdesje në detaj? Duke qenë se unë jam luani, me zhëklerit i kam lënë virgjëresh. Ndërhyrje minimaliste apo një glam diva? Ti s'mundesh dot të më lësh të zgjedh të dyja. E zgjedhim të dyja. Nuk na ka vënë njëri na komplet të dyja. Varet të dyja varet është individuale, po është vërtet. Individuale sepse ti mund të kërkosh vërtet një glam diva sepse të duhet, mund të jetë pjesë e punës tënde. Po, mund të jetë pjesë e punës, mund të kesh një event të rëndësishëm, mund të kesh diçka, një nevojë më të madhe. 15 minuta rezultati shpejt apo 3 seanca dhe një ndryshim i qëndrueshëm në kohë? Po ku ka ndurim shqiptare të presin? Kishit një orë gjysmë më duket. Unë suksesin e kam marrë pikërisht prej kësaj gjëje. Faleminderit o shqiptar, vazhdoni të mos keni durim vlla. I gjeni te unë gjitha zgjidhjet brenda ditës. Hiç mos u merakosni. Doktoresha, ishte një bisedë jashtëzakonisht e këndshme që unë kam shijuar pafund. Një mesazh mbyllës për ata që na dëgjojnë? Tani unë nuk e di në cilin pozicion ta jap mesazhin, si mjekë stomatologe, kirurgë maksilofaciale, rekonstruksione totale të danturës apo mjekë estetiste. Nga të gjitha anët, unë si mjekë do rekomandoja të përqafonit vetëm protokolle mjekësore të certifikuara në duart e stafeve mjekësore. Pikë fare. E dyta është për mjekësinë estetike less is more, that means, që do të thotë mos hajdeni me ide të para fiksuara për t'i ngjarë dikujt. Duhet jeni vetvetja, duhet jeni mirë në lëkurën tuaj, të cilën duhet ta investoni. Absolutisht, por pa dal nga vetvetja. Që do të thotë ndërhyrje minimaliste për të përmirësuar tipare, për t'i harmonizuar ato, për t'i ekuilibruar ato, po jo të egzageruara dhe më shumë kujdes për lëkurën në afatgjat. Doktoresha, faleminderit shumë. Në përmbyllje të këtij episodi, ju mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Shëndet me Eridën, na ndiqni në Instagram, në Facebook dhe TikTok me të njëjtin emër dhe mos harroni, investoni tek vetja, sepse dashuria për veten është ajo që njeriu duhet të ndjejë të parën. Paçi, shëndet.